Infeksionet e sistemit nervor qendror paraqesin një gamë të gjantë të sëmundjeve. Mund të jenë qofshin bakterore, qofshin virusale, mund të jenë akute ose kronike, pra që të dy grupet, dhe njëkohësisht mund të hyjnë në grupin e sëmundjeve demilinizuese të mëvanshme. Meningiti është një inflamacion i trurit dhe i masës përreth, pra dhe të cipave. Shkaktohet nga bakterit dhe është njëri prej infeksioneve më të rënda të sistemit nervor qendror. Është shumë i vjetër, pra njihet prej kohës së Hipokratit. Ka përshuar meningjitin autogjen për herë të parë Hipokrati. Në formë epidemike paraqitet kryesisht me meningokoku dhe atë kryesisht nga ato African Belt, se quhet brezin afrikan. Epidemia e parë që është evidentuar është në 1850 deri në 87. Për herë të parë, revolucion ka bërë punksioni lumbalit që bërë të këta cmur nga ana kuike më shok. Pastaj, në vitin 1900, veç punksioni lumbalit është bërë standard për menaxhimin, trajtimin dhe mbikëqyrjen e këtyre smurëve. Revolucion të vërtet në trajtimin e këtyre smurëve ka bërë Flexner kur ka filluar të përdor serumin antimeningokoksik që e ka marrë prej kalit të sensibilizuar, ndërsa trajtimi me antibiotik për herë të parë ka filluar me 1987 nga ana Schwenter, i cili i ka publikuar 8 raste të trajtimit efikas me përdorimin e sulfonamideve. Shkaktarët më të shpeshtë të cilët të shkaktojnë meningjitin purulent, pra Neisseria, Haemophilus, Streptococcus, Staphylococcus, Mycobacteria, E. coli, Salmonella, Klebsiella, Pseudomonas dhe Listeria monocytogenes. Shpesh për të përcaktuar në trajtimin empirik të këtyre smurëve, nevojitet të nisin nga grupë mosha të ndryshme të cilat kanë një atakim të ndryshëm. Pra, mas shpeshti, prej 1 deri në 3 muaj të moshës të fëmijës, e keni grupin beta streptokokëve në 39%, gram negativet i keni në 32%, e keni streptococcus pneumoniae në 14% dhe Neisseria ndikon në rreth 12%. Por mbi moshën 3 muajore, veç ndron struktura. Pra do thotë, streptococcus dhe Neisseria dominojnë në mënyrë evidente. Prej moshës 3 deri në 10 vjeç, kryesisht këta dy shkaktarë kemi prapë. Pra do thotë, e kemi deri në moshën 19 vjeçare, kryesisht i kemi këta shkaktarë të cilët janë edhe përgjegjësit kryesor për shkaktimin e infeksionit. Kryesisht përjashtuar meningokokun janë raste sporadike, pra do të paraqitet një rast në familje, një rast në mahall. Përjashtim bën vetëm meningjiti meningokoksik, i cili vjen paraqitet në formë epidemike në veçanti, në formë të endemive familjare. Karakter sporadiko endemik ka edhe Haemophilus influenzae, që ky din t'i prek ka njëherë qerrën të fëmijëve, pra do të fëmijët në moshën 5 vjeçe. Në të kaluarën, E. coli ka paraqitur problem të madh në njësitë neonatore, në veçanti duke u paraqitur si epidemi brenda spitalore. Në Evropë, sot dikon, incidencën e paraqitjes meningjitit bakteriale ka dikon 3 raste në 100.000 banor, për dallim që ai virusal ka një incidencë gati 3 herë më të lartë, pra 10 pikë në 100.000. Kjo nuk vlen për Afrikën nër Sahar, për shkak se atje është incidenca shumë e lartë. Gjatë fazave me monsunë dhe me lagështina, kjo shkon deri në 800 raste për 100.000 banor. Ky rast, e mendoj që ky region, pra African Belt që quhet, ose brezi subsaharian, e ka evidentuar prej 96 deri në 97 në epideminë më të madhe të meningjitit në botë, ndërherë evidentuar me 250.000 raste prej të cilave llogaritet që dikon rreth 25.000 kanë përfunduar fatalisht. Meningjiti pneumokoksik
është i pari për nga vdekshmëria, diku 21% e ka shkallën e vdekshmërisë. Ka një incidencë prej 15%. Fillon prej përsa lindërve dhe të rriturit. Grupë mosha ma rrezikuar janë prej 5, ata nën 5 vjeç dhe ata mbi 60 vjeç. Ky është ajo pjesë që e përmenda që i takon brezit afrikan, pra ku paraqitet në formë epidemike infeksioni me meningokokun. Me 1 mars të vitit 1996 në Nigeri është paraqit një infeksion me meningokok i cili ka bërë vërtet një çrregullim të rëndë në vend. Është paraqit si shpërthim epidemik, dikon rreth 8400 raste në paraqit me 1181 vdekje. Pra do thot një shkallë të vdekshmërisë prej 14% në rang të infeksionit. Mendohet që ka qenë edhe më e lartë për shkak se një pjesë e madhe e këtyre pacientëve nuk kanë rritë fare, pra kanë vdekur para se të arrijnë në spital. Pra, kusht është që të vijë deri tek depërtimi i shkaktarit, pra në hapësirën subarachnoidale. A do të zhvillohet apo jo varet nga virulenca e shkaktarit, nga gjendja imune e pacientit dhe njëkohësisht nga ky interaksioni që përmendëm më herët ndërmjet shkaktarit dhe pacientit. Zakonisht, depërtimi ose shkaktari arrin në sistemin nervor qendror përmes rrugëve hematogjene, por jo vetëm atë, mund të jetë edhe me rrugë për kontinuitate, pra do të thotë prej veshit përmes tegmentum timpani, mund të jetë prej nasofaringsit përmes fila olfaktoria, dhe kështu, ky zakonisht paraqitet të këto raste kur kemi të bëjmë me kronizim bakterive të pacientëve. Osteomieliti mund të jetë shkaktar, pra do të drejt, prej osteomielitit të kafkës të imran. Mund të jetë po ashtu përmes traumave septike, si është gjendja si është rasti për shembull me endokarditin stafilokoksik, pra shkoj si traumë septik lartë. Mund të depërtojë për kontinuitatin që përmendëm atje dhe vertikalisht prej nane tek fëmiu. Duhet ta kuptoni një send që langu shpinor nuk ka as leukocite, nuk ka as komplement, pra do thotë është një hapësirë ideale për shumimin e infeksionit pa kurfar pengese. Në këto raste, vije deri tek shpartallimi i qelizave, pra bakterieve në langun shpinor, lirimi i citokineve, të cilët pastaj tash fillojnë kaskadën, pra shkaktohet vazodilatacioni, çrregullohet bariera hematoencefalike, rritet përshkushmëria, hyn më tepër bakterie, hyn leukocite dhe fillojnë që të zhvillohet edhe me tutje kaskada e infeksionit dhe pasojnë si rezultat tjetër kësaj trindrime kritike që janë. Është rritja e përshkushmërisë së barierës, edema cerebrale dhe toksineve dhe mediatorëve në lagun shpinor. Këtu e kemi bërë një paraqitje grafike të asaj çka mund të ndodhë. Praktikisht janë këto fjalë të cilat i përmenda më herët dhe që si përmbyllje kanë rritjen e shtypjes intrakraniale dhe njëkohësisht kompromitimin e qarkullimit të gjakut dhe të furnizimit me oksigjen të sistemit nervor qendror, pra do të thotë dhe gjithçka dikur shkon nga edema cerebrale, çrregullimet metabolike, çrregullimi i perfuzionit, rritja e shtypjes, hërnimi dhe vdekja. Si duket faktori themelor i cili përcakton fatin e këtyre pacientëve është shkalla e dëmtimit të barierës hematoencefalike dhe atë çka është dëshmuar në hulumtimet si tek ne dhe jashtë është që kjo korrespondon drejt për së drejti me shkallën e dëmtimit. Për këtë ka shumë parametra të cilët janë marrë dhe i kemi hulumtuar pra duke tentuar që ta rivendosin barierën hematoencefalike përmes përdorimit të kortizonikëve dhe ne kemi ndarë në 7 orët e para dhe
ma shumë se 72 orë, por të shkaktarë të ndryshëm dhe këto të dhëna kanë sugjeruar që pacientët të cilët kanë shkallë të rëndë të dëmtimit të barierës hematoencefalike ose mbesin në pasoja ose kanë histori fatale. Dhe atë me shkallë të riskut shumë të lartë. Pra, risk faktori ka qenë dikun 2.6 në krahasuar me ata pacientët të cilët e kanë pas shkallën e ulët të dëmtimit të barierës hematoencefalike. Do të dhëna pra kanë sugjeruar që dëmtimi i barierës hematoencefalike të pacientë me meningjet purulent korespondon me përfundimin jo të mirë të sëmundjes. Dhe parashikuesi më i mirë i cili ka qenë që ka tregu për fatin si do të ketë suri sëmundja, ka qenë përqendrimi i albumineve në langun trunashpinor. Për të vënë diagnozën përdoren shumë analiza, mas pajtjen ato citologjikin nga langun trunashpinor sipas funksionit lumbal, matja e presionit, zakonisht lipori është i turbullt, përcaktohen glikoza dhe proteinët në langun trunashpinor, nëse është glikoza e ulur, proteinë të rritur atë me gjasa reale, do të kemi të bëjmë një infekcion bakteror lartë, pastaj bëhet ekzaminim mikrobiologjik, pra do të qoftë klikforokultura, pastaj preparati direkt mikroskopik, testi i aglutinimit, ELISA, RIA, PCR të tjerë. Këta pacientë zakonisht kanë ankesa kokëdhimbje, rigiditet qafës, temperaturë, fotofobi, tugë, dhe tash. Rrallë herë është infekcion i ndarë, pra do të e gjojmë ndonjëherë vatrën primare. Dhe atë zakonisht dikun tek fëmijët në 40% të rasteve, tek fëmijët kryesisht e gjojmë në traktin e sipërm respirator, që shkaktarët që si është Neisseria, që është septokoku, që është hemofilus, i parapëlqejnë veshin, tonzilet dhe traktin respirator. Shumë shpesh këta pacientë kanë humbje të vetdijes, pastaj kanë konvulsione, në veçanti të fëmijët, diku 40% pacientë kanë konvulsione të rriturit më rrallë. Pastaj i kemi shenjat e dëmtimit fokal të trurit, pra do të kemi konvulsione fokale, hemipareza, hemiplegji, pastaj që e përmendëm shërgullimin e vetdijes. E rëndësishme është të thuhet që të fëmijët temperaturë, përgjumësi, me ose pa shërgullim të vetdijes, me refuzim të ushqimit nga ana e nanës, duhet të jeni shumë të matur e shumë lehtë mund të bëhet fjalë për një meningjit. Meningjiti meningokoksik e përmendëm më herët, është diplokok gram negativ, intracelizor, rritet në terrenet e Miller-Huntington, kryesisht përhapet me rrugë respiratore, pra aerogjene. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është redukuar shumë për shkak të përdorimit të vaksinës, por njëjtë ka ndodhur edhe në Evropë. Tek ne kemi filluar ta përdorim vaksinën ndaj meningokokut, andaj kemi veçramje evidente të incidencës, por është problem për Afrikën dhe për pacientët të cilët vinë prej atje, për shkak se ata mund të vinë të pambrojtur. Në Kosovë, gjatë vitit 82-93, incidenca ka qenë 2.6 deri në 6 për 100.000. Në Shqipëri, prej të 89-ës dhe në 85-ës, në nivullin tim ka qenë prej 1.4 dhe 4.4, pra do thotë aty jemi, dikon nuk kemi ku më di çfarë dallime të mëdha. Dukshëm, incidenca ka rënë botë me futjen e vaksinës 4 valente kundër meningokokut A, C, Y dhe W135. Për meningokokun B nuk ka vaksinë në botë. Sot, pritet që meningokoku B më qenë shkaktari më i shpesht, pra me dominu në raport me meningokokun. Parësor është sëmundja në shumicën e rasteve.
Në esencë, ajo që ka ndodhur në organizëm është një vaskulit i generalizuar, në veçanti në lëkurë, pra ja shifni plot petehi, ato që i pata dhe ma herët, është po ashtu në për mukoza keni enantem, prek miokardin, prek gjandrat mbi veshkore dhe prek sistemin nervor qendror. Nëse prek gjandrat mbi veshkore, kështë mundësia të paraqitet e forma që ne quajmë si Waterhouse Friderichsen, pra do të ketë ecuri fatale. Inkubacioni është i shkurt 2-10 ditë. Manifestimi klinik, pra ato që i përmenëm më herët tek meningjitët purulente varet nga virulenca e shkaktarit, nga gjendja imune e organizmit. Nëse sëmundja karakterizohet me plotësitozë të ulët në lagun shpinor, me hipotension, me shok, gjakderi ekstensive, koagulim intravaskular, acidozë, këta smurë kanë ecuri të keqe, mund përfundojnë me ecuri fatale. Njëkohësisht, parametri keq për ecuri jo të mirë është sedimentacioni i ulur, neutropenia dhe CRP normale ose ulur. Trajtimi është me penicillinë ose me cefalosporine, kurse terapia adjuvante është me kortizonik, edhe pse ka mendime të ndara për arsyen e dhënies së mosdhënies së tyre. Parandalimi, pra është me vaksinë 4 valente, që kryesisht jepet fëmijëve, por jepet edhe të tjerëve, ata persona për shkak që kanë mungesë të komplimentit, ata të cilët kanë aspleni, qoftë e funksionale ose aspleni fizike. Sot i kemi 2 vaksina, i kemi MenB, dhe njëkohësisht të këto rastit të kontaktit përdorët edhe kemi profilaksa, e cila është me rifampin 10 mg per kilogram 12 orë për 2 ditë, ose dhënia ceftriaksonit parenteral, ose dhënia ciprofloxacinës oral. Meningjiti pneumokoksik është thamë shkaktari i dytë më i shpeshtë në rang bote. Ky është pra këtu është pneumokoku në këtë slajd që e keni të prezantuar. E shkakton streptococcus pneumonie, përhapet poashtu me rruga aerogjene. Klinikisht karakterizohet me simptoma të përgjithshme të infeksionit si dhe simptoma subjektive meningjale. Pra streptococcus është një diplokoke gram pozitive, ka duken si kur lancet, vendoset në çifte, ja ku i keni 2 nga 2 kështu komplet, ka kapsul, i ka një 84 serotipe sa për informat, por këta këtu që i shifni, 1, 3, 6, 7, 14, 19 dhe 23 janë përgjes për 84% të infeksioneve në botën njerëzore. Janë florë zakonshme në frytë dhe nasopharynx, për shkak se mikrobarësia në grup mosha të ndryshme mund shkon deri në 75%, pra të jeni mikrobarës. Pneumokoku mas shpesh i shkakton meningjitë të mosha të reja dhe personat me imunitet të ulur. 47% e meningjiteve në botë sot janë me etiologji pneumokoksike. Në Shtetet e Bashkuara për shkak të vaksinimit ka ra niveli në 17%, ndërsa në Evropë sot ngel diku në 17 raste në 100.000 banor. Kryesisht moshën në 16 vjeçare duke prekur. Gjithmonë është meningjitë sekundar. Pra çdo herë gjajmë vatrën dikon për rreth kokës. Zakonisht infeksioni shkakton sinuzit, otit, pneumoni, seps, edhe më në fund e prek sistemin nervor qendror. Është shkaktari më i shpeshtë i meningjiteve rekurrente tek meningjitet posttraumatike, pra do të thotë aksidente të komunikacionit. Një formë e veçantë e meningjitit pneumokoksik është forma siderans. Kjo është formë fudrajante, tepër shpejt e shprehur, e cila shumë shpejt përfundon me
ecuri fatale dhe zakonisht këtë formë kur kush nuk e mjeton. Në përgjithësi letaliteti i sëmundjes është dikon prej 19 deri në 26%, por nëse i prek moshat e shtyra dhe nëse i prek rastet me imunitet të ulur, vdekshmëria dhe më shku deri në 80%. Sot, ka mundësi të parandalohet, dhe parandalimi bëhet përmes vaksinimit, është vaksina Pneumovac 13 valente dhe është vaksina 7 valente konjuguar Prevenar. Të dyjat janë në Kosovë. Meningjiti nga Haemophilus influenzae tip B. Vetë titulli tregon që shkaktohet nga Haemophilusi, është kokobacil gram negativ, përhapet me rruga aerogjene, kryesisht prej moshat nën 5 vjeçe. Identifikimi i tyre bëhet duke u bazuar në kërkesat për faktor të rritjes dhe hemolizë. Pra, do thotë kjo është ai rruga e tina. Është meningjit parsor, por mos harroni diçka shumë shpesh ne e gjojmë për shembull pneumoni të këta pacient. Kur nuk e dim, pra kjo moshë fëmijëve, ai ka parapri infeksioni meningjitit apo gjatë infeksionit veskar deri tek paraqitja e pneumonisë. Mund të jetë gjyqësor, pra gjyqësor sipas otitit, sinuzitit, mund të shkakton po ashtu hemofilus shkakton edhe epiglotit, pra do thotë nxirje të zanit apo edhe pneumoni. Kryesisht prek grup moshën 3 deri në 5 vjeç. Izolimi bëhet përmes terenëve kultivuese ose përmes marrjes së sekreteve nga vatrat primare. Zakonisht hemofilusi nuk prek moshën para 6 muajve dhe nuk prek moshën pas 6 vjetëve. Deri në 6 muaj mbron nana me imunitetin që ka trashëguar fëmiu nga ajo, ndërsa të moshat të shtyra më vonë kryesisht prek rastet më të kondicionume. Përpara ka qenë shumë i shpesht, tash është i rrallë, që edhe ne në Kosovë tash kemi këtë vaksinë ndaj hemofilusit dhe jemi duke dhënë tek fëmijët. Dikon në rang botë janë 400.000 raste të reja në vit, 80% i takojnë moshës fëminore, 30% vdesin, ndërsa dikon 30% mbesin me sekvela dhe sekvela të rënda. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para vaksinimit, mortaliteti ka qenë i lartë, 50 deri në 60 raste dikon në 100.000 banor, edhe në Europë ka qenë 23 për 100.000 banor, qashtu edhe në Afrikë, në Amerikë është Latinë është 20 deri në 50, por me futjen e vaksinës, sot numri këtyre rasteve me meningjit nga Haemophilus influenzae është pothuajse minor. Trajtimi bëhet përmes cefalosporineve, japim kortikoidët si terapi adjuvante, për shkak se është dëshmuar që përdorimi i kortizonikëve ul shkallën e dëmtimit të nervus vestibulo-cochlearis, pra dhe dëmtimin e të dëgjuarit. Parandalimi është me vaksinim, kemi profilaksa ipet në qerdhe, edhe në familje të mëdha, kryesisht tek mosha nër moshën 5 vjeçare, kemi profilaksa bëhet me rifampicin 10 mg për kilogram peshe, cefuroxin ose ceftriaxon 50 mg për kilogram peshe, ose të të rriturit ekziston mundësia që të shkohet me një ceftriaxon 1 gram 2-3. Meningjiti stafilokoksik shkaktohet nga Staphylococcus aureus, kryesisht ka përhapje për kontinuitatin ose me rrugë hematogjene. Ky është një mikroorganizëm, pra si shifni këtu është gram pozitiv, rritet në grumbuj si kalavesha të rrushit, i shifni.
Ma të rrezikuarit janë personat me imunitet të ulur. Çdo herë është meningit dytësor, pra ka një vatë diku para meningjeve, por zakonisht paraqitet pas ndërhyrjeve kirurgjike të cilat bëhen në nivel të kokës. Ka fillim të shpejt, manifestim klinik shumë të rënd, shoqërohet me ndërlikime të shpeshta si endokarditi, trombozat të sinuseve kavenoze, letaliteti shkon deri në 77%. Trajtohet me penicillin antistafilokoksik, me vancomycin. Në rastin tablum klinike në paraqitet edhe endokarditi, atër obligativisht duhet të shtohet pacientit edhe gentamicina në terapi. Meningjitet gram negative kryesisht janë prekjen ekstreme të jetës, pra neonatuset dhe të moshuarit, personat që kanë pas intervenime neurokirurgjike, personat me imunitet të ulur dhe ata me seps, të cilët kanë qenë pra gjendje septike nga ana bacileve gram negative. Në vend të zhvilluara dikon ka një incidencë prej 33% dhe 53% të këtyre pacientëve është shkaktuar nga E. coli. Klebsiella me 16%, ndërsa në Amerikën Latine dikun 61% e pacientëve të cilët janë analizuar në moshën neonatale kanë rezultuar që janë me meningjite gram negative. Duhet t'ju them që këto janë meningjitet të cilat sot dominojnë në botë. Për shkak se ndaj këtyre nuk kemi vaksinim fare. Pra, derisa për këto ata që i përmendëm më herët, kemi arritur që ta zbogojmë incidencën e tyre përmes vaksinimit dhe kemi profilaksis, këtu E. coli, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas dhe Salmonella janë florë e spitaleve, janë floratonat. Ka tablo klinike sikur meningjitet të tjera, pra nuk dallon, ka një vdekshmëri dikon deri në 25% në vendet të zhvilluara, deri në 46% në vendet në zhvillim. Mjekimi është shumë kompleks, për shkak se këta mikroorganizma zhvillojnë rezistencë. Domosdo shkojnë me antibiotik të kombinuar, dhe fatkeqësisht një pjesë e madhe këtyre mikroorganizmave janë mikroorganizma të cilët janë rezistent në antibiotiket që kalojnë barierën hematoencefalike. Prandaj, ne më herët kemi dhënë disa herë intratekal, kemi dhënë aminoglikozide që ato kalojnë shumë dopt barierën hematoencefalike, por nuk e kemi arrit, ku me ditë sa ta ulim në shkallën e vdekshmërisë dhe të ndërlikimeve. Të ne në Kosovë paraqiten, por tash kohët e fundit kemi një numër në ramje, në veçantisht do 2 vjet të fundit, ta shohim tash si na shkon puna me tutje. Meningjiti shkaktuar nga Listeria monocytogenes është i rrallë relativisht, kryesisht prekje ekstreme të jetës edhe ky, pra do të porsalindurit dhe të moshuarit, etiliket, bën dikun 2-3% të gjitha rasteve të meningjiteve, mas së shpeshtit porsalindurit dhe personat me imunitet të ulur. Zakonisht sëmundja mund të përhapet prej nanët të fëmijës, pra mund të ndodhë infeksion intrapartum, por mund shfaqet edhe 2-3 javë pasime si meningjiti vonë-neonator. Forma e hershme është pak më e rëndë, ndërsa forma e vonë është pak më e lehtë. Kryesisht i kemi 2 tipet të cilat janë përgjegjës për meningjitin, pra është tipi 1 dhe 4, 1A dhe 1B. Është zonoz, përhapet me rrugë orale dhe përdorimi i antacideve e favorizon infeksionin, pra dhe pantoprazol, këto H2-blokatorët. Të fëmijët fillon ka dalë, te porsalinduri, mund të fillu me ose pa temperaturë, me anoreksi, me vjellje, me fontanellë të mfatur, me shqetësim të fëmijët, ndonjëherë mund të fillon me konvulsione, me dehidrim dhe zakonisht çdo konvulsion ato në atë moshat e ujitës të bëhet punksione dhe të konfirmohet se bëhet fjalë për meningjit apo jo. Sëmundja ka një vdekshmëri të lartë deri në 30%, mu për shkak të asaj që zakonisht e nxajmë vonë. Trajtimi është me ampicillin ose penicillin G, ose me Bactrim,
me meropenem, imipenem, vankomicin, pra do të thotë shkaktari është relativisht i ndihshëm këto. Sot, në vazhpëri, prej asaj sa kemi neurokirurgjinë e zhvilluar, intervenimet të shpeshta që bëhen, kemi një sëmundje që na paraqitet si shantë meningit, të cilën më herë nuk e kemi pas. Sa më e përparuar të jetë neurokirurgjia, aq më i shpesh do të jetë ky meningit tek neve. Pra, kjo është paraqitet si rezultat i vendosjes së shantit të kontaminuar, pra qoftë ai ventrikulo-peritonal, qoftë ai ventrikulo-atrial, kryesisht e shkaktojnë Staphylococcus epidermidis dhe aureus, por mund t'jenë edhe bakteriet, por mund t'jenë edhe bacilet anaerobe. Pra, nga niveli neurokirurgjisë varet incidenca dhe shpreshtësia e këtij shkaktarit, në botë llogaritet që diku në rreth 10% të shanteve janë të kontaminuara para se të vendosen. Meningiti neonator, kjo është e hipocefalindur, ka fillim të shpesht. Nëse paraqitet javën e parë, ka manifestim klinik sikur sepsë neonatore, ndërsa nëse paraqitet si meningit neonator i vonë, atëherë ka manifestime edhe nga sistemi nervor qendror. Pra, do të thotë, përpas gjendjes septike edhe nga sistemi nervor qendror. Këtu në këtë tabel e kam të ndarë kur paraqitet meningiti neonator i hershëm, kur paraqitet meningiti neonator i vonë. Pra, do të thotë thjesht mos e rëndojmë. Pra, ky është dallimi. Pse e bëjmë këtë dallim? E bëjmë për shkak se edhe shkaktarët që e shkaktojnë sëmundjen janë të ndryshëm në këto dy grup mosha. Qëllimi kryesor është mjekimi efikas. Qëllimi kryesor i mjekimit është që përmes antibiotikëve të arrijmë eradikimin, pra zhdukjen e shkaktarëve nga langu trunëshpinor. Zakonisht likfori bëhet steril brenda 46 orëve, por nuk ka terapi që zgjat 46 orë të meningiti, për shkak se janë procese inflamatore të cilat vazhdojnë edhe me tutje. Tek bacillet koliforme zakonisht zgjat më shumë procesi i sterilizimit. Terapia empirike në kupton mbulimin e shkaktarit më shpesh etiologjik. Pse them terapi empirike? Them për shkak se nuk ki kohë me prit analizat për me verifiku sëmundjen. Derisa ta marrësh rezultatin ai do të ketë ecuri të keqe. 2. Nëse vanoheni në terapi, gjasat për dështim janë shumë të mëdha. Nëse vanoheni në terapi, gjasat për sekvela apo pasoja janë shumë të mëdha. Pra, terapia empirike në kupton mbulimin e shkaktarit, pastaj të mjekohet me kujdes në raport me atë si e ka pas fillimin sëmundja, a është trajtuar shpejt para prak nga ana e dikujt tjetër për në joteta, për në sinuzita, për në diçka tjetër. Ose ka qenë spitalit e ka marrë antibiotik dhe në ndërkohë ka ardhur taj që ne emërtojmë si meningiti i dekapituar, pra do të thotë kur është në gjysmë mjekimit, as mund është me quaj që është me agjet shkaktarin, por duhet me mbulu komplet bazuar në simptomatologjinë mbështetëse anësore. Pastaj varet kur të vijë rezultati nga ndjeshmëria e shkaktarit, pra do të thotë komplet atë kur orientohet terapia dika tjetër. Shumë është e rëndësishme në këtë rast për koncepimin e terapisë empirike është lokalizimi i portës së infeksionit. Pra, e dim që në kërthizë lartë, kryesisht dominojnë fluar gram pozitive, në kërthizë poshtë fluar gram negative. Dhe shumë varet, kur ta jepni antibiotik, unë duhet të mendoni mirë, ky a e kalon barierën hematoencefalike apo jo. Që nuk e kalon, nuk arrin dot të vjen infeksioni, kështu që dështimi është i sigurt. Tek neonatuset 0 deri në 30 ditë, që këta janë shkaktarët më të shpesh, terapia empirike është kjo. Tek fëmijët 1 deri në 24 muaj, praktikisht i dëgjuam edhe më herët të shkaktarët i përmendëm atje, pra cefotaksim dhe vancomycin, ose kemi terapinë e cila është alternative, dhe kështu për secilin grup moshë deri në moshën e mbi 65 vjeçare, kur kryesisht terapia duhet jetë e kombinuar që të mbulohet listeria me ampicillin,
që të mbullohet Streptococcus pneumoniae me vanko, që të mbullohet me ceftriaxon, E. coli dhe shkaktarët tjerë gram negativ të cilit potencialisht mund të jenë aty.